Lufta ndaj drogës së Lazaratit ende nuk ka përfunduar, pasi aksioni i agjensive ligjzbatuese në vend pritet të kalojë në një tjetër fazë. Synimi i policisë dhe prokurorisë është sekuestrimi i pasurisë së personave që dyshohet se e kanë vënë atë nga prodhimi dhe shitja e kanabisit ndër vite. Për dosin Lazarati pak ditë më parë pati dhe një takim mes drejtorit të policisë Artan Didi dhe drejtuesit të prokurorisë për krimet e rënda Eugen Beci. Mësohet se mbi Lazaratasit do të aplikohet ligji antimafia dhe pas pak ditësh do të nisë një aksion i gjerë për sekuestrimin e pasurive miliona euroshe të Lazaratasve. Do të sekuestrohen shumë parash që ndodhen në disa llogari bankare në disa qytete të vendit. Gjithashtu darës së policisë nuk do t'i shpëtojnë as pronat e paluajtshme të personave të dyshuar se i kanë vënë ato në mënyrë të palishme. Sqarohet se pronat i përkasin shtetasve të arrestuar për dosjen e fshatit rebel, por edhe atyre që janë shpallur në kërkim nga uniformat blu. Burimet pohojnë se do të sekuestrohen dhe disa shtëpi dhe biznese të banorëve në Lazarat, kryesisht në ato ku u gjet kanabis dhe për të cilat ka dyshime se janë ndërtuar duke përdorur të ardhurat nga droga. Kjo fazë e dytë e aksionit të Lazaratit pritet të nisë në ditët në vijim dhe do të shtrihet në qytetet kryesore, ku të arrestuarit e dosis Lazarati kanë prona dhe llogari bankare. Qytetet ku do të fokusohet aksioni janë Gjirokastra, Tirana, Vlora dhe Saranda.